referuar kërkesave që kanë ardhur nga mburimet ndryshme, shoqata të ndryshme. Një kërkesë që më ka tërhequr vëmendjen është kërkesa që gjithë shtesat ardhurave në buxhet nga TVSH-ja mbi çmimin e rritur të karburantit, të rikthehet drejt për drejt për qytetarët dhe bizneset në çmimin fundor. Dua ta rikujtoj që ka vetëm një kategori që do të marrë më shumë sa herë që të jepet mundësia, qoftë nga rritja ekonomike mbi parashikimin, qoftë edhe nga të ardhura të rritura si pasojë e situatave të kësaj natyre, dhe kjo kategori është kategoria e pensionistëve. Pik. Askush tjetër nuk duhet kërkoj nga buxheti i shtetit asgjë më shumë se çfarë i takon pavarësisht dinamikave të reja që mund të ndodhin, sepse nga njëra anë në sektorin publik pagat janë rritur në mënyrë të konsiderueshme dhe do vazhdojnë të rriten sipas parashikimeve të bëra. Nga ana tjetër, siç ju e dini më mirë se sa shumë kusht tjetër, në sektorin privat pagat janë rritur dhe rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe sidomos për ata që kanë kualifikime, nuk është më pyetja a vjen të punosh me këtë pagë, po në fakt është ndryshe tani. Është sa e do pagën që të vish të punosh. Ndjekja do të thotë që do të mbyllim epokën e shoqërimit të naftës që hyn në Shqipëri me objektivin për të qenë tranzit, dhe do ta ndjekim nga shumë larg, pa shqetësuar as shoferët tuaj që kur nisen për të kaluar kufirin në Kosovë apo Maqedoninë e Veriut apo në Malzi, kudo qoftë kalojnë kufirin, kanë nga mbrapa doganier që bashkëndosin ambientin duke shfrytzuar edhe karburant të blerë nga buxheti i shtetit. Ndjekja do të bëhet me teknologji që përsëri nuk e shef fare dot asnjë sy sado interesuar që tjetë, dhe nga hyrja në port deri tek dalja në kufi, të gjitha mjetet do të jenë në ekran në një vend që do të hyjnë vetëm njerëz që do të kenë certifikat sigurie. Besoj që këto të dyja do t'ju lehtësojnë dhe juve shumë punën, sepse do të shpëtoni nga konkurrentët e pandershëm që natyrisht nuk janë mes jush, po janë fantazma, dhe do na lehtësojnë të gjithëve edhe për sa i përket nivelit të evazionit fiskal që në këtë sektor gojet e liga thonë që është shumë i madh. Unë mendoj që edhe i vogël po tjetë prap është shumë i rëndësishëm për pensionistët. Kështu që edhe për këtë ne kemi marrë atë vendimin ton që për t'i qëndruar shumë korrekt edhe shumë strikt zotimit që kemi marrë ndaj pensionistëve, çfarë do të nxjerrim nga lufta kundër evazionit në këtë fushë, do ta çojmë edhe atë në radh parë në drejtim të pensionit. Pastaj nëse është aq shumë sa thon gojet e liga, do ketë edhe për ata që s'kan dalë në pension akoma. Në atë strukturë të çmimit nuk janë pensionistët, se nuk janë ata që marrin rrugët me makinë dhe ndosin, por janë ata që kanë mundësi ta bëjnë këtë gjë
Kështu që kjo besoj që është krejt normale. Sqarim për ata që na ndjekin, sepse konstatoj që jo të gjithë janë të informuar që Shqipëria nuk prodhon naftë të përdorshme për pikat fundore dhe kjo do thotë që nuk e kemi këtë pasuri natyrore të zbuluar dhe të përdorshme, pasi nafta që ne nxjerrim është naftë e rëndë, e cila në rast se do të futej në përpunim do të kërkonte një rafineri dhe kosto shumë të mëdha për një përpunim që ta çonte deri në pikën fundore, dhe megjithatë, siç ka treguar edhe historia në të shkuarën, nuk arrihet që të jetë një produkt i cili të përmbush parametrat e nevojshëm për shkak të përmbajtjes që ka. Kështu që ajo është një naftë e cila përdoret për industrinë, për një naftë bituminoze që përdoret për asfalt e kështu me radhë. Kjo është shumë e rëndësishme sepse shumë herë njerëzit lëshohen në këto përfytyrimet që ne kemi naftën tonë, pse këtu duhet rritet çmimi, naftën ne na e ka dhënë Zoti, ndërkohë që është e vërtetë që ne kemi edhe rezerva nafte premium, por deri më sot, siç tregoi dhe rasti i Shpiragut, pavarësisht se nafta së bashku me gazin u zbuluan, gjeologjia shumë specifike e atij formacioni atje e pamundësoi nxjerrjen me një kosto të arsyeshme për ta hedhur pastaj në prodhim për tregun. Ne nuk kemi rreshtur së kërkuari zgjidhje të tjera, duke pas parasysh se teknologjia ndryshon çdo ditë, por për momentin situata është kjo. Dhe prandaj ne jemi të varur nga, si shumë vende tjera, se si jemi vetëm ne, të varur nga bursa, të varur nga konjunkturat ndërkombëtare dhe të prekshëm edhe nga një krizë që është në një territor shumë larg nesh, sepse impaktohet tregu global i naftës, ku praktikisht gjithë ju keni aksesin dhe me cilin ju punoni.